Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, konstatoj se në salë jemi të pranishëm 104 deputet, ndaj mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dhe 31 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar për 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, ndërpritet seanca, më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri. Si që keni parë, sot ishte hera 17, prej kur është vendosur propozimi për votimin e komisionit për votimin e fshehtë Pra kjo procedurë ka filluar që nga 1 maj dhe edhe përkundër kësaj ne nuk kemi një situatë ndryshe, pra opozita me një inat do të thoja iracional ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dieni. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës të jenë të përgjegjshëm dhe të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Tani, sot bëhen 3 javë prej kur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka dërguar këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Pra Aleanca me mbështetjen e disa deputetëve të LDK-s dhe një nga PDK-ja e ka kontestuar propozimin e kryesuesit të seancës për votimin e fshehtë dhe edhe përkundër faktit që kanë kaluar 3 javë ne ende nuk kemi përgjigje nga gjykata kushtetuese, duke pasur parasysh që konstituimi i Kuvendit Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Urojmë që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me rrethanat dhe që sa më parë të nxjerrë vendimin mbi këtë çështje. Siç kemi thënë, ne kemi dërguar komentet në raport me të njëjtën, prandaj presim që sa më parë të kemi një vendim mbi këtë çështje. A janë patriarkal opozita që nuk po e votojnë juve? Unë mendoj që edhe lëvizjave të vendosje, por po ashtu siç e keni parë, kryeministri Kurti, kryetari Albin Kurti ka folur mbi këtë çështje, ka pasur edhe shumë deputet të cilët kanë theksuar, domethënë në raport me këtë çështje. Ajo çfarë unë dëshiroj të shtoj është që siç e kam thënë edhe në të kaluarën, nuk i kuptoj
arsye të paktën këto publike të cilat i kanë bërë opozita për kundërshtimin tim. Ata më quajnë përçarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, domethënë nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve ndaj me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Jam jashtëzakonisht, si më thënë, e vetëdijshme për gjithë karrierën time politike dhe natyrisht që sulmet seksiste, mizogjene, kanë qenë të papranueshme jo vetëm për mua, por nëse do të bëheshin për secilën grua në politikë. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat fyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. Pra këtë e kam shqetësimin kryesor, sepse vajzat e reja, gratë në përgjithësi në Republikën e Kosovës duhet të jenë pjesë e politikës. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës që ato të kenë pozita udhëheqëse dhe ne si qeveri jemi përpjekur maksimalisht që shumë gra të jenë në pozita udhëheqëse, vetëm në mbledhjen e fundit qeverisë 3 prej tyre kanë qenë gra, pra në pozita udhëheqëse. Prandaj unë mendoj që sulmet e tilla duhet i kundërshtojmë, por sulmet e tilla nuk duhet asesi të na dekurajojnë. Jo mua, asesi, por askën tjetër. Faleminderit. Kemi hyrë në një fazë jashtëzakonisht të rrezikshme për vendin. Ekonomia kosovare po dëmtohet dhe po rrezikohet. 140.000 punëtorë po rrezikohen, familjet tona po rrezikohen, e në ndërkohë kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Faleminderit shumë. Si çdo herë tjetër fatkeqësisht, një ditë po, një ditë jo, po përsëritet, po replikohet krejt situata e njëjtë, mungesa e një vullneti politik për të gjetë një zgjidhje të shpejtë politike, tashmë është bëha pa vlefshme me përmend. Jemi vonë, është bëha neverike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë. Nuk ka të bëjë për mua edhe për LDK në emri përveçëm, ka të bëjë parimi, mënyrë që konstituimi më finalizu, sa më shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjente, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë, më vonë edhe të ekzekutivit me legjitimitet që ka dalë për 9 shkurtit, e pa mundëson me mirëmbajtja, kujdestaria në qeveri, edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe minister nuk funksionon, nuk është e drejtë, nuk është legjitime, bënë këtë vend që me pauzu, edhe ashtu kemi ra begi poshtë, me pauzu shumë poshtë, në fund të ndekot është begi vështirë për njerëzit. Ardha çdo ditë, çdo herë, çdo ftesë ne kemi përgjegjë. Reagimi jonë është politik, ne kemi marrë pjesë vazhdimisht në votim, nuk kemi shkaktu kur gjë tjetër që partia parë do të thonte është dalë pengesë. Por ne nuk kemi mekanizëm votues sipas dëshirave të partisë parë, as patericë, e cila krijon çdo situatë me debloku dikon që s'ka vullnet me punu. Roli jonë do të jetë konstruktiv, ne jemi shumë konstruktiv, ne kemi bërë qartë në 2 letrat që zoti Kurti e ka ftulë dhe kanë për partneritet, që ne kemi këtë pozitë që nuk e ndryshojmë, nuk do të me humbë kohë me ne ma shumë. Kështu që gjithçka ne kemi qenë konstruktivitet plot, edhe me bon sens, edhe me angazhim, edhe me sjelljen tonë politike, po i kontribuojmë kësaj qetësie fatkeqësisht po mirëmbahet nga zoti Kurti, nuk po punohet për me debloku.
le të kërkojnë ndonjë kandidat tjetër nga lëvizja vendose? Apo ndonjë Nuk ka të bëjë me emrin të përvetshëm. Ne kemi thënë për fillimit kuptonë, nuk ka të bëjë me emrin të përvetshëm. Është e drejtë e fituar, partia parë ka fituar, ne ta propozon që ata që don me propozuar. Se po nuk e mbështesin tash bllokuar situata. Po nuk ka të bëjë me neve, nuk ka marrëveshje, me vetë faktin që s'ki marrëveshje politike për qeveri e mon arsyetimin të bllokimi i kuvendit. Nëse i duhet zonja Haxhiu arsyetim për shkak që nuk po mund me ndërtu qeverinë, është problemi i tyre, nuk është problemi joni. Por për ne emni përveçëm është çështje që partia parë ka fituar, ka propozu, let punojnë tash, ashtu si që kanë propozu, do duhet me zgjedh, do të punu me zgjedh njerin.